Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 tensionet nuk po bien, përkundrazi, çdo mbrëmje duket sikur shtohen. Edhe sonte, Miri u gjend sërish në qendër të sulmeve nga disa prej banorëve, kësaj here për shkak të raportit të tij me Selinën. Atmosfera ishte e ngarkuar me biseda të ndërprera, shikime të forta dhe komente që her pas here kalonin kufirin e lojës. Gjithçka nisi kur tema e diskutimit u kthye te dinamika mes Mirit dhe Selinës. Juela ishte ndër më të zëshme. Ajo e tha hapur mendimin e saj, sipas saj, Selina është e çmendur pas Mirit. Në një bisedë në dhomën e ndenjës, ajo argumentoi se mënyra si Selina e shikon, si e ndjek me sy nëpër shtëpi dhe si reagon kur ai flet me vajza të tjera, tregon më shumë se sa fjalë. Vetëm si ajo e shikon, tha Juela me bindje. Bën shumë pas ti. E ndjek me sy nëpër shtëpi, por është e stepur. Kjo fjalë ndezi diskutimin. Disa banor tundnin kokën në shenjë dakordësie, të tjerë qeshnin me nënkuptime, ndërsa disa përpiqeshin ta relativizonin situatën duke thënë se çdo afrim në atë ambient interpretohet më shumë se ç'duhet. Por për Selinën, këto komente nuk ishin të lehta. Ajo u përpoq të ruante qetësinë, duke thënë se po paragjykoi dhe se çdo gest i saj po analizoi me lu. Nuk do të thotë që nëse e shikoj dik, jam e fiksuar, u shpreh ajo me një ton me seriozes dhe të lënduarës. Nga ana tjetër, Miri duke i kapur në mes. Ai mundoi të mos merrte anë hapur, por në të njëjtën kohë nuk i pëlqente mënyra si po flitej për të dhe për Selinën. Në disa momente ai tentoi ta kthente me humor, por presioni i grupit ishte i dukshëm. A është Selina vërtet e interesuar për Mirin dhe thjesht nuk po guxon ta shpreh? Apo banorët po e përdorin këtë narrativ për të krijuar tension dhe për ta vendosur Mirin në shënjestër? Loja vazhdon, por është e qartë se dinamika mes Mirit dhe Selinës do të mbetet në qendër të vëmendjes edhe në ditët në vijim. Sepse në një format si ky, çdo shikim, çdo buzëqeshje dhe çdo puthje e munguar mund të kthehet në temë diskutimi, dhe sonte, kjo temë kishte emrin e tyre.